Duke qenë që sezonin e kaluar i kemi diskutuar dhe kemi shtjellu disa tema, shumë njerëz na kanë shkruar edhe me njerëzit që rrim çdo ditë na kanë bërë shumë pyetje dhe në pamundësi me u përgjigj për gjithë, ndoshta në mënyrë specifike ose më të gjerë, këtë epizod kemi vendosur me i nxjerr disa prej pyetjeve më të shpeshta që bëhen, që na bëhen neve si institucion dhe individëve që punojnë këto. I kemi zgjedhë disa pyetje të cilat e përmbledhin pak a shumë çato që ju interesojnë prindve edhe në për vizitat cilat vinë në shkollë, për arsye se nuk po kemi mundësi gjithmonë me u përgjigj. Vizitat po janë shkurta edhe të njëpasnjëshme, kështu që po mundohemi me i përmbledh krejtësanet sot në këtë epizod. Do shta asani që ju mas shumë t'ju intereson krejtve është çka është metodologjia Montessori. Po besoj që edhe është përgjigja më e shpeshtë që na e japim. Na gjithmonë gjaja e parë që e tregojmë tek njerëzit që interesohen për këtë pyetje është qasje pedagogjike e cila fokusohet në zhvillimin e fëmisë si të pavarur edhe si unik në krejt zhvillimin e tij. Po besoj që pyetje bojnë edhe ndoshta jo vetëm prind, po edhe njerëz që janë has me këtë metodologji ose kanë lexuar diku në literaturë. Kështu që po mendoj që përgjigja më e përgjithësume kishte me qenë që është qasje pedagogjike e cila e vendos fëmijën në qendër edhe e trajton atë si unik. Diçka që është ndoshta shumë e rëndësishme me cek është që fëmijët gjithmonë janë ata që na udhëzojnë neve në këtë metodologji, në cilat materiale ose çka duhen me mësu ata dhe na pak a shumë i ndjekim ata gjithmonë. Kur vendos me ndjek një kopsht ose një institucion të caktuar, normal marrëdhënien ndoshta më të rëndësishme fëmia e krijon me edukatoren, domethënë është personi që është përgjegjës për atë fëmijë prej momentit kur hyn në kopsht ose në institucion. Pyetja që bëhet mas shpeshti është a ka një do staf të certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare. Zakonisht, na gjithmonë edhe kemi cek edhe në për epizodat tona që stafit e na i përcjell mësimet e trajnimit që ofrohet prej Asociacioni Montessori International, AMIT. Fatmirësisht e kemi edhe stafin të licencuar dhe certifikuar edhe prej kësaj metodologjie, edhe prej kësaj organizate, po gjithashtu edhe prej organizatave tjera, cilat e përdorin janë domethënë kështu trupa certifikues ndërkombëtar. Gjithashtu shumica e stafit toni ka minimumi 3 vjet eksperiencë punës, që punon me grup moshën e caktuar edhe personi që më shumë të ka eksperiencë na është ndoshta dikush që ka eksperiencë 10 vjet, 11 si vjet, 11 vjet eksperiencë punës që punon me një grup moshë caktuar. Mendoj që vlen me u përmend që pa e bu që trajnim nuk është e mundshme me qenë pjesë e institucionit për shkak që nuk mundesh me ditë qysh me funksionu. Po institucioni edhe vetë bën non-stop trajnime të mbrëmshme, edhe bën Q&A, Quality Assurance. E rëndësishme është që gjithmonë mundohemi me pa ku janë fëmijët në cili nivel, që me u siguru që ata janë të ju ofru materialet e caktume që i përshtatet normalisht zhvillimit tëne. Diçka që shumë shpesh na pyesin është qysh janë fëmijët ndamë në për klasa, se besohet që nëse është qerdhe, shansat janë që fëmijët janë ndamë sipas moshës në 5 klasa, 5 grup mosha të ndryshme. Përveç është pyetje që bëhet shumë shpesh, është pyetje edhe që i shqetëson prind kur e marrin përgjigjen. Klasat Montessori në moshën preschool organizohen në klasa 1 deri në 3 edhe 3 deri në 6. Shumë interesant është puna e ndamjes të grup moshave, se besoj që ajo na diferencon si metodologji, jo vetëm neve, po krejt shkollave që e aplikojnë këtë metodologji, për arsye se nuk mundet me qenë metodologjia Montessori me u apliku kjo metodologji në momentin që fëmijët janë të ndamë sipas grup moshës që është një grup moshë. Do të thonë krejt fëmijët 4 vjeçar me një klasë, krejt fëmijët 5 vjeçar me një klasë, për arsye se kjo përzierja e grup moshave e mundson zhvillimin e fëmisë në një aspekt pak më të gjonë se sa veç kur janë
të ekspozuar vetëm në fëmijë të moshës tyne. Mendoj që kemi pas fatin me pas prindër shumë mirë kuptues, për shkak që në takime gjithmonë ka me u shpreh si shqetësim puna e përzierjes të moshave, dhe masnej dikun ka fundi takimit kanë me vrejt vetë që shumë ma lehtë njihet karakteri i fëmisë edhe prej mësuesve që nuk janë me to non-stop sa është prindi, edhe prindi që u ditët sa mirë po e një mësuesja, për shkak që ambienti e vën në pa qatë karakter që e ka fëmija. Një fëmijë është ma lider, dikush është ma ndjekës instruksioneve ose i tjerëve, kështu që ja jep hapësirën edhe krejt mjetet e mundshme që me u zhvillu në atë mënyrë që është mas lehtë dhe mas natyrshme për to. Për këtë arsye edhe boqa e pyetja çfarë aktivitete bëhen këto. Kjo puna e aktiviteteve shihet sikur në aspekt tradicional që mësuesja jep aktivitetin, fëmijët e bojnë atë aktivitet, që është komplet e kundërta çka ndodh në ambient Montessori. Fëmijët në shkollën Nido janë të lirë me shku dhe me zgjedh materialin që dojnë me bo. Materiali të na është aktiviteti që bëhet, edhe nësa i përsëritet çdo ditë, edhe nësa i përsëritet një javë, një muaj, një vjet, është me rëndësi me u përsërit, me u mësu, me u perfekcionu, se çajo është çka e nxit fëmin me mësu, edhe për këtë arsye ky koncepti i vjetër i aktiviteteve të na në fakt nuk qëndron, për shkak se ajo është diçka, që me thonë, metodologji pak ma e vjetër, e na mundohemi me jep fëmijëve gjithmonë shansën me shku dhe me zgjedh atë aktivitetin e vet që dojnë me punu me to. Mendoj që edhe pyetja a ka plan program, ekziston një plan program, po është plan program që i përshtatet secilit fëmijë, secilit zhvillim. Fëmijëve ju jepet një hapësirë e caktuar, disa materiale të caktuara që zhvillojnë diçka të caktuar varësisht prej fazës ku ata janë të zhvillu, edhe që ky është plan programi i tyre. Do me thonë diçka që vjen natyrshëm dhe zhvillohet si e tillë. Plan programi në aspektin madhor ekziston. Gjithmonë ekzistojnë tema të cilat i shtjellojmë, çdo javë ka temën e vet, këtu qëndrojnë. Mirë po individualisht secili fëmijë e bën një aktivitet që përshtatet me diçka që me zhvillimin e vet që e ka në një pikë caktuar. Prandaj edhe raportimi është i tillë, është individual. Do me thonë për secilin fëmijë raportohet në baza ditore individualisht. Prandaj një prej pyetjeve tjera shumë të shpeshta është si matet progresi i fëmisë. Që kjo puna e progresit fëmis mendoj që është shumë interesant me u diskutu, për arsye se ka shumë pika ku na i kqyrim fëmijët edhe i observojmë fëmijët, edhe e masim progresin e tyre një fardore, vetëm në aftësitë të cilat i kanë zhvillu ata gjatë kohës sa kanë qenë te na, edhe nuk jemi asnjëherë në një situatë ku e presim fëmijën me mri një zhvillim caktuar, edhe nëse nuk e ka mrit atë zhvillim caktuar me u alarmu. Përkundrazi mundohemi me pa aspektin pozitiv të fëmisë, aspektin pozitiv zhvillimit të fëmisë, çka do që ku është zhvillu, bashkë në ato pika mundohemi me ndërtu mbi çato pika caktume që është zhvillu fëmia. Nështë diçka që gjithmonë na pyesin është puna e çish organizohet dita, çish është orari ditor. Po mendoj që këto është një diçka pak më e rëndësishme se sa veç orari ditor që është organizuar. Na e kemi folë disa herë rëndësinë e rutinës. Fëmijët janë qendje që nuk e dojnë ndryshimin. Ata kanë nevojë me qenë të sigurt, edhe me qenë të vetëdijshëm për çka ka me ndodhur gjatë ditës tyne. Prandaj ne gjithmonë sugjerojmë mbajtjen e një rutine me ardhmë në një kohë të caktuar, cila do kohë që është ajo, për shkak që na jemi të vetëdijshëm që prindrit kanë agjenda të ngjeshura edhe obligime të shumta, mirë po me u mbajt një rutinë e kohës kur fëmia vjen, edhe një rutinë e kohës kur ai merret prej kopshtit. Dita e tyne është zakonisht e mban një vijë, në momentin që ndrohet diçka gjithmonë vrehet, edhe pse ndrimet janë gjithmonë të mirëseardhuna dhe na mundohemi që me inkorporu aty këto, për shkak që me kuptu që edhe njëjtë jo gjithmonë kanë më shkusandet çush i ke planifiku ti. Dita gjithmonë e ka një strukturë, njerëzit e kanë qëtë mendimin të thëmë të gabuar që Montessori nuk ka strukturë, përkundrazi është sistemi i cili e ka një strukturë shumë rigoroze, cila ndiqet, mirë po nuk e ka
nuk e ka ashpërsi në vete. Ata e kuptojnë shumë mirë edhe e ndjekin qatë rrjedh të ditës. Ekziston gjithmonë koha kur ata janë komplet të relaksum, domethënë ai japim rëndësi shumë të madhe kohës që ata e kalojnë jashtë, edhe aktivitetit fizik i cili bëhet. Diçka tjetër që na pyesin shumë shpesh është a përgatitet ushqimi brenda në shkollë? Po, përgatitet gjithmonë në shkollë, gjithçka gatuhet prej zeros, asnjëherë nuk marrim diçka prej jashtë, gjithashtu është ndaluar me pru ushqim prej jashtë, për arsye të sigurisë për shkak të alergjive, problemeve tjera. Po diçka shumë interesant për neve është që gjithmonë fëmijët e përgatisin një shujt vetë, që kjo pjesa ku ata çdo ditë kanë me pastru frutat, kanë me qëru, me pre, me shërbyt e shokët e vetë, është mendoj pjesa më e rëndësishme se sa veç a përgatit ushqimi vetë në shkollë, se po, ajo është diçka që besoj që është qysh me thonë bazike. Kjo ka tregu edhe shumë progres të disa fëmijë që kanë qenë shumë refuzues ndaj ushqimit, është shumë ma lehtë me hungër diçka që e ke përgatit vetë, edhe që tu e kemi pa edhe qatë ndryshimin. Diçka që përgatitet vetë, sheh aty je aktivisht pjesë e procesit, edhe pranohet shumë ma lehtë. Një çështje tjetër, të cilës ne i japim shumë rëndësi, është kur ballafaqohemi me pyetjen se çfarë lloj mbështetje japim ne si institucion për fëmijët e zhvillimit jo tipik. Kohëve të fundit jemi mobilizu kështu krejt kopshte për me ofru mbështetjen e duhur për krejt fëmijë, tu i përfshi edhe fëmijët të cilët e kanë zhvillimin jo tipik. Kopshti e ka një psikologe, një logopede dhe gjithashtu një infermiere, të cilët janë të gatshëm gjithmonë me e jap vlerësimin, mendimin e tyre dhe ndoshta ndonjëherë edhe me ofru shërbimin edhe intervenimin e duhur që me përkrah zhvillimin e tyre. Fatmirësisht kemi pas shumë sukses me krejt fëmijët cilët e kemi pas mundësinë edhe me pa ku është problemi edhe mandej me ndërhy edhe tash ata janë për shembull shumica prej tyre që kanë punu me logopedën tonë janë krejt në zhvillim gati thuja si tipik me fëmijë tjerë. Kështu që çka do që ka nevojë mundohemi në mënyrë të që me thonë bashkë me prindrit, bashkë me stafin, me gjetë zgjidhjen e duhur për ta. Mendoj që diçka shumë e rëndësishme është për ata fëmijë që nuk e ndrojnë ambientin. Do me thonë gjitha këto shërbime i jepen brenda ambientit shkollës edhe me njerëz që ata i njohin, që është shumë ma lehtë mandena edhe seancën për shembull me bo, për arsye se nuk ka refuzim, edhe është shumë lehtë me shku në seancë me dikon që ti e njeh. Tash diçka tjetër është prind gjithmonë vinë klasë i shohin materialet, po çka duhen me thonë këto materiale, çka janë këto materiale që i përdorin, se i kçyrin edhe ju duken shumë interesant, po mandej kur ja u shpjegojnë e kuptojnë pak më mirë, çka janë këto materiale që janë brenda në klasë. Çka është tipike për Montessori është se secili material edhe krejt raftet që ekzistojnë në shkollë janë në gjatësi të fëmijëve. Do të thonë krejt janë gjana që mbrihen. Nuk ekziston asnjë sen në shkollën tonë i cili është që mundet me përdor një fëmijë që është në një hapësirë ku nuk mundet me u qas ose nuk mundet me mbri një fëmijë. Mendoj që kjo ja u jep aty në qatë hapësirën me u nditë të sigurt, për shkak se mujnë me i prek, nuk janë gjana të rrezikshme, nuk janë gjana që ka me ta dhonë dikush lejen me i marë. Sigurisht struktura vetë e jep qatë lloj të rregullit, ata e din ku mujnë me shku edhe ku jo, mirë po është shumë interesant për shkak që mbrihen. Në asnjë rast nuk kanë me pas nevojë me e pyet një të madh për me marrë diçka të saktuar. Që kjo jep edhe lirinë, fakt të plot, edhe autonominë e plot kur dojnë me bo diçka dhe për çato dhe janë më të qetë në klasë. Asnjëherë nuk i nevojë me udhëzu me thonë bëni që thosë siç ato, pse janë më të janë shumë okej me veten edhe me zgjedh problemin, me zgjedh material, me punu, krejt çdo sa. Materialet që përdoren në nido janë materiale autentike Montessori, do me thonë edhe mënyra qysh EMI e udhëzon, do me thonë janë materiale që janë përdorur gjithmonë ndër vite. Është mjedis i sigurt edhe i pastër, i mirë organizuar, na gjithmonë i presim edhe i udhëheqim fëmijët që me u kujdes për ambientin rreth tyre, për që ata në secilën klasë ekziston një fshesë, ekzistojnë leska të cilat përdoren për me pastru vendin, kështu që në çështë mënyrë krijon edhe shprehin te ata.
Edhe pyetja që jemi gëzu shumë kur e kemi pas për shkak se kjo pyetje na është po disa herë edhe prej prindve, për shkak që janë shumë të gatshëm me bashkëpunu, është pyetja si përfshihen prindrit në edukimin e fëmijëve. Na mundohemi ata gjithmonë me i pas qysh me thonë aleat në këtë proces edhe jemi gjithmonë të gatshëm me diskutu me ta çdo zhvillim, çdo detaj të fëmijëve tëne. Mirë po në mënyrë të strukturuar, po them, si vjet jemi të i planifiku disa workshope, trajnime të shkurta me prindrit e shkollës tonë edhe gjithashtu me edukator në aspekt pak ma të gjanë, do me thonë me u hap edhe për edukator të kopshteve tjera që me jap një pjesë të nidës me lonë me tjertë edhe me tregu çka është metodologjia dhe me pa pak ata edhe prej së afërmi çka do me thonë një shkollë autentike Montessori. Po shpresoj që kemi dhonë mjaftueshëm informata, edhe po besoj që po dërgohet si mesazh që na jemi këtu për me ju përgjigj gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve që i kanë njerëzit rreth kësaj teme, kështu që deri herën tjetër po besoj kemi mbledhur disa pyetje tjera. Edhe i mirëpresim pyetjet.